Punimet për rikonstruksionin e rrugëve, ndriçimin dhe ndërtimin e këndit sportiv në Panaja janë ndërprer prej të paktën një jave, duke ngritur shqetësim tek banorët e zonës dhe duke shtuar akuza ndaj firmës zbatuese. Projekti i nisur nga Bashkia Vlorë dhe me afat përfundimi 4 muaj nuk ka arritur ende as në gjysmën e realizimit. Në terren puna rezulton e pezulluar, ndërsa sipas burimeve jo zyrtare, firma ka ndalur punimet me pretendim për mungesë fonde shtesë. Sipas të dhënave, tenderi është hapur në tetor, fituesi është shpallur në nëntor dhe kontrata është firmosur më dhjetor të vitit 2025. Megjithatë, afatet nuk janë respektuar dhe aktualisht punimet janë totalisht të ndalura, ndërsa në qendër të akuzave është dhe emri Arben Avdulit, i cili përmendet si drejtuesi firmës zbatuese dhe njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste për njësitë administrative, çka ka ngritur dyshime për konflikt interesi dhe mënyrën e përfitimit të tenderit. Banorët kërkojnë reagim të menjëhershëm nga institucionet, si dhe transparencë të plot mbi situatën, ndërsa shtrojnë pyetjen kush do të mbajë përgjegjësi për ndërprerjen e një projekti publik dhe vonesat e tij. Po vetëm një javë s'po punohet. Një javë. Po. Pse kjo gjë, keni më informacion? Nuk e dim. Nga firma s'ka dikush që Nga thotë. Arben Abdulli nuk e dim. Kjo është firma që bën Arben Abdulli. Po. Po. Edhe këtë godin këtu nuk e prishishon. Kjo është godin që duhet prisej? E një pjesë. Një pjesë. Po. Pra, sa muaj ka që ka nisur si projekt? Po vetëm fjalën një muaj po. Një muaj, ndërkohë afati është 4 muaj duhet përfundoj. Tani ai e di. Keni besim do të përfundoj si projekt? Po, kjo bëhet një copëruk bëhet, nuk bëhet e gjithë fshati. Në tabel thotë që do bëhet në gjitha rrugët e fshatit. Jo. Apo vetëm kjo Vetëm pjesë? kjo është pjesë. Po rrugët e tjera të fshatit apo? Në mëshirë Zotit. Në mëshirë të Zotit. Pra Panaja në mëshirë të Zotit. Po. Nuk e di keqe, nëna. Ke parë punëtor? Nuk kam qenë të parë, nuk kanë ardhur. Nuk kanë ardhur. Me sa duket kanë mbetur pezu. Jo, ka jetur. Jashtë. Ma ti da i shtronin që i kështu, se ishte gropa. Ke parë punëtor të punojë të ditë? Jo, asnjë punëtor. Asnjë punëtor. Asnjë punëtor. Pra kanë ngesur projekti. Ata kanë parashikuar. Domethënë do vi deri këtu edhe do ikë. Kthea pasaj që është më keq fare. Nuk do ndërhyjet. Jo, vetëm gjysmë fshatit e bën. Vetëm gjysmë fshat. Gjysma tjetër? Gjysma tjetër kur të bibari që. Duket si ku mbajnë me hatër, domethënë. Gjysma këtë. Po jo, ma nuk është punë atri, po ne varim nga bashkia vëlla. As më bëj gjë fare, vetëm rrugët. Kjo është baza kryesore. Ky është qytetërimi. Nuk po punohet ja sot erdhën ata po heqin ato, nuk po punohet. Erdhën sa e ruspun, sa e sheshun me kështu me rryl, edhe kaq. Ka mbetur Gjitha me turinat edhën për kanale, se ku do vjen njerëzit, tubët e ujë shtrur në për kanalet e Mender, më falë, se të ka. Vinë. Do ndërhyej në të gjitha rrugët e fshatit ky projekt, që do bëshin gjitha rrugët e fshatit? Me sa kemi dëgjuar, se s'na mleth jeni dhe s'ta thot njeriu. Na thanë që do bëhet që tek hyrja, e deri tek këtu. Edhe një kënd lojrash. Edhe nga, po, një kënd. Plus edhe lagja aty te shkolla. Pjesë të tjera të lagjes jo. Asnjë. Asnjë gjë. Drita s'kemi. Tubët e ujq për faqet zë. Qartë fshat më i humbur. Në Qeni shumë afër Vlorës. Lagje Vlorës. Se të kam si e vlat, më vinë rënd të flasë. Kam një javë që jam kthyer nga... S'ke parë punoj? Si ka parë të punoj, si kam parë. Tani ende vitim duke. Mos do sta pa nga media. Do ketë turp. Edhe po nuk... Unë jam mërzirë të rrinë e migrim. Po thash, kam 26 vite që jetoj andej, duhet të kthehem, duhet të rrikolla, thështë. Po që do kushtet minimale, ujë në rrugët. Të pagu ujë në rrugët, gjërat më minimale që mund të ketë një përjetes, që mund të jetosh. Tani vetëm marrë ujë me botë për të larë, apo ujë të jetë i qelbur, apo si të rruga ime për shkakun që nuk mund të kalosh dot edhe asnjë. Pa kanale, me gropa, pa ujë, pa asnjë. Faleminderit. Punimet këtu janë dalur prej ditësh, vinë her pas here disa punëtor, por pa mjetet e nevojshme dhe pa vazhduar realisht punën, vetëm sa shikojnë terreni dhe largohen. Nuk ka as organizim, as pajisje, as intensitet pune. Ndërkohë kanalet kanë mbetur të hapura dhe situata po bëhet problem për banorët. Kështu nuk mund të vazhdohet, sepse projekti është lënë në mes dhe askush nuk jep shpjegim. Deri në këto momente nuk ka një reagim zyrtar nga Bashkia e Vlorës apo nga vetë përfaqësues të firmës lidhur me pezullimin e punimeve.